SPAK dhe antimafia italiane zhvilluan një operacion të përbashkët kundër grupeve kriminale që trafikonin sasi të mëdha kokaine dhe heroine, si kundër pastronin edhe paratë të siguruara nga aktivitetet kriminale. Më konkretisht, është goditur grupi i Elvis Doçit, apo i njohur si Visi i Pojos, ndërsa janë firmosur 29 masa arresti nga GKK. Mes personave që janë shpallur në kërkim është edhe vëllai i Elvis Tushës, njëri prej truprojave të Sali Berishës. Bëhet fjalë për Redi Tushën nga Shiaku, referuar dosjes autoriteteve italiane. Redi Tusha, vëllai i truprojës së Berishës, akuzohet për trafik droge në 2 raste, në veçanti falëndërmjetësimit të Gerti Aliut, i cili nga Shqipëria siguronte kontaktet me trafikantin shqiptar të drogës Redi Tusha dhe vendoste me të afatet dhe mënyrën e dërgimit të drogës në Itali, bazuar në të dhënat e ofruara përmes telefonit nga Leonard Shakaj, i cili kishte për detyrë ndërmjetësimin në komunikimet me kurierin. Erigel Spresi priste në Fasano Brindisi lëndë narkotike e transportuar fizikisht nga bashkëkombësi Arsen Leskaj, i cili e fshinte atë në automjetin e tij, thuhet në dosjen italiane. Për veprën penale të parashikuar nga nenet 61.2, 61 bis, 110 dhe 73 të dekretit të presidentit të Republikës e kryer me qëllim për zbatuar programin kriminal të përshkruar në pikën B, sepse në bashkëpunim mes tyre dhe duke përfituar nga kontributi i një grupi kriminal të organizuar, të angazhuar në veprimtari kriminale në më shumë se një shtet, importonin nga jashtë, mbanin dhe transportonin në Itali një sasi të konsiderueshme të lëndës narkotike prej 2 kg heroin të pastër, të llojit të ashtu quajtur banana, e ardhur nga Shqipëria, e bler me një çmim total prej 34.000 euro në para kesh, e destinuar për përpunim dhe shitje në Itali. Në veçanti, falëndërmjetësimit të Gerti Aliut, i cili nga Shqipëria siguronte kontaktet me trafikantin shqiptar të drogës Redi Tusha dhe vendoste me të afatet dhe mënyrën e dërgimit të drogës në Itali, bazuar në të dhënat e ofruara përmes telefonit nga Leonard Shakaj, cili kishte për detyrë ndërmjetësimin në komunikimet me kurierin. Erigel Spresi priste në Fasano Brindisi lëndë narkotike e transportuar fizikisht nga bashkëkombësi Arsen Leskaj, i cili e fshihte atë në automjetin e tij. Lënda narkotike, të cilën Erigel Spresi do ta përziente për ta holluar në banesën e tij në Bari, me ndihmën e Genci Telollari dhe Massimiliano Fiore, do të ishte më pas e destinuar për të ushitur tek persona të përfshirë në organizata të përkushtuara ndaj veprimtarive të shpërndarjes së drogës që operonin në territorin e Barit dhe provincës së tij. Leonard Laska ndërmjetësonte komunikimet me kurierin Erigel Spresi, Genci Telollari dhe Massimiliano Fiore. Ata binin dakord për dorëzimin në Fasano ku lënda narkotike e transportuar fizikisht nga Arsen Leskaj fshihen në automjetin Fiat Iveco Eurocargo me targa shqiptare AA 268 AN që ai drejtonte, shkruhet ndër të tjera në dosje.